Ky doktor po ngiste makinën e tij natën duke u drejtuar për në spitalin e tij. Po fliste në telefonisht përqendruar. Pa pritur një djalë i ri përpiqet kaloj rrugën. Makina e godet fort. Doktori shikon i shokuar përmes pasqyrës. Djali i shtrirë i gjakosur në rrugë, por në vend që të ndalojë, doktori shtyp pedalin e gazit. Makina largohet me më shumë shpejtësi. Banorët vendas nxitojnë drejt vendit të ngjarjes. Thirrni ambulancën për të njëri. Mbriti një ambulancë. Djali pa ndjenja ngrihet në një barrel dhe dërgohet në spital me urgjencë. Brenda, infermiera nxiton drejt zyrës së doktorit. Doktor, sapo mriti një rast urgjent. Djali është pa ndjenja dhe po humbet shumë gjak. Doktori pyeti me qetësi. Kush është me të? Ndokush nga familja? Askush zotëri, e kanë sjell pa njohur. Doktori rrulli vetullat. Atëherë, kush do t'i paguajë shpenzimet? Operacioni, gjaku, ilaçet, gjitha kushtojnë para. Infermierja lutet, zotëri, ai do të vdes pa trajtim urgjent. Por doktori përgjigjet ftohtë. Ky spital nuk funksionon me bamirësi. Pa para nuk ka trajtim. Djali shtriti pa fuqish në barrel. Frymëmarrja e tij ngadalsohet dhe pastaj ndalet. Infermierja çan. Iku. Doktori shkon drejt barrelës, tërheq mbulesën që zbulon fytyrën e djalit, syt i hapen, duart i dridhen. Është djali i tij. Djali që ai e kishte goditur dhe braktisur në rrugë. Doktori rrëzohet në dëshpërim. Kur vlerëson parat mbi jetën, ti humb atë që është e çmuar. Si do veprojë ti po të ishin në vendin e infermierës? Më shkruaj me poshtë, Zoti Bekov.